Harta arkeologjike e rajonit të Shkodrës është pasuruar me një tjetër sit me rëndësi historike. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Materiale është miratuar rregulloria për ruajtjen dhe administrimin e zonës arkeologjike A për qytetin antik në Bushat. Ky areal, ky territor nuk jetë më vetëm në pjesë e kërkimeve arkeologjike, por do jetë pjesë edhe e databezit të administrimit nga institucionet e varësisë së Ministrisë së Turizmit dhe Kulturës. Çka edhe i jep hapin e rrallës, i jep mundësi këtij siti të jetë i aksesueshëm edhe për vizitorët. Misioni për gërmime do të rikthehet sërish në muajin maj dhe së paku edhe për 5 vite do të ketë angazhim për të zbuluar në detaje këtë qytet të vjetër, ku çdo vit po dalin detaje surprizuese. Tashmë misioni ka hyrë në pjesën e brendshme të qytetit dhe po gërmojmë strukturat e brendshme duke nxjerrë urbanistikën e qytetit, duke i dhënë pra edhe plotësimin e planit si shtrije ky qytet, funksionet e tij, ndërtesat publike, dimensionet e tyre, tipologjia e ndërtimit, duke na dhënë edhe një informacion shtesë në lidhje edhe me origjinën e këtij qyteti, lindjen e tij, por edhe kur ky qytet ka frenuar edhe aktivitetin dhe jetën e tij si një vendbanim. Emri i tij mbetet ende i paspecifikuar dhe do duhen detaje të tjera për të dalë në dritë plotësisht. Pa patur një fragment epigrafik, pra një të dhënë të saktë, ose numizmatik, pra monedha, që citojnë emrin e qytetit, ne jemi të rezervuar edhe të japim një emër për këtë qytet. Njohja si zonë arkeologjike e kategorisë A i jep një status të veçantë mbrojtje dhe ruajtje qytetit antik të Bushatit. Ky zhvillim pritet të ndikojë në rritjen e interesit për kërkimet arkeologjike dhe për promovimin e trashëgimisë historike të zonës së Bushatit dhe të gjithë rajonit të Shkodrës.